Në Baçallek vjen puna intensive për pastrimin e kanalit kryesor kullues, i cili kishte mbetur i bllokuar prej më shumë se 30 vitesh, duke shkaktuar probleme të përsëritura me përmbytjet sa herë binin rreshje. Ndërhyrja synon të rikthejë funksionalitetin e plot të këtij kanali jetik për zonën, si pjesë e përpjekjeve për përmirësimin e sistemit të kullimit në territorin e Bashkisë Shkodër. Bashkia Shkodër, në bashkëpunim me bordin e kollimit Lezhë, po bën të mundë pastrimi këtij kanali kollus, i cili ka shumë vite si nuk është pastruar. Vetë kryetari i bashkisë u involvu dhe ne morëm një mjet nga bordi Renali Lezhë. Ky është një kanal i rëndësishëm sepse merr gjithë zonën e Baçallekut, po merr edhe gjithë zonën e Berditësimit, gjitha kodrat e Berditësimit vjen në këtë kanal. Është një fakt që në kushtet që jena na po bën një punë e shkëlqyeshme se duket vetë, edhe do bëjnë shlim të plot të kësaj zonës. Ne gjithnjë kena kërku që njerëzit mos t'i hedhin betoninat nëpër kanale, pasi ne po me shirat e vjeshtës, se shirat e vjeshtës janë të rëmbyshme dhe janë të shpejta, po u tregu që janë këto betonina që janë hedhur nëpër kanale që na kanë krijuar disa probleme. Kjo ndërhyrje do të eliminoj si përmbytjet që dalin gjatë stinës së rreshjeve të haku i Berdicës dhe domosdoshmërisht është një pastrim i cili ka vlet dhe është i domosdoshëm me kërkesën e viteve të banorëve. Sipas planifikimit, brenda pak ditësh pritet të përfundojë pastrimi plot dhe të realizohet lidhja me rrjetin e kullimit në zonën e Berdicës. Kjo do të mundësojë shkarkimin e ujrave në mënyrë të kontrolluar dhe do të jap fund një problematike të mbartur prej dekadash, duke u përgjigjur edhe një kërkesë të kahershme të banorëve të zonës. Në bashkëpunim me strukturat e bordit të kullimit dhe Bashkisë Shkodër, puna po vjon me ritme të larta për ta përmbyllur ndërhyrjen para periudhës së rreshjeve intensive të dimrit.